shtëpi, ka me hip feja islame. Me dhonë po thënë. Me dhonë, haptas po dolin. Edhe po thënë, mishën e derët për hekin për frigoriferave, rakin s'kene me pi, këto ka me dominu po thënë feja islame. Kur i kanë lutën, a dënë me alëshu në video? Ti më s'fal. Jo më flasën e flasë. Ku mortu me folje, më guve shtë. Lutëna, me fakti. Anë vene dalë qanë uqë po? Unë nuk foli me rana. Ata që në diaspor, ata e muslimët që udheqin komuna. Unë nuk foli me rana. Ata e zhjith populli, kretorë në komunës në atje... E pëse qka po da me kalëzu? Hajde, po sa? Po du me kalëzu si këta... Kush në këta? Këta musliman. Ti që e kon vetash? Këta si janë feja poqës. Kërë në shkue edhe hidi... Australia, ku kjo ka shtetësin atje, ka njofë Palestinën. Kush e bombarde Palestinën? Kush Irakun? Kush Sirin? Po mësë me ndërhy. Jo, unë ku martu me fol... Mësë me ndërhy. Po të kry falë sa dush. Jo, po të së në kry në kur, shto. Hajde, po. Tërgoj një sen... Herën e partë kom toleru, nuk tolerisht ashti. Me gish mus qa... Ta që gishtin nëse ka në edhe shuplokën. Nuk gudzëm e më ndërpëri, u kry. Nga që tashti? Që të musu nuk kërslan. Edhe ki kujdes me Po nuk ka në e me të kërsnu heq. Po. Ti më ndërhy, edhe kry puna. Nuk du me ndërhy. Minutashën. Ja, më së ndërhy, ja, më këtë janë fjallë tosh. So është fest, më rrëgë sotës më. Kret bota ka përkro Palestinën. Po. E qka ki me, që unë po të thamë, që për ndërhy, qka ki me, po, hajtë që? Po ka të zhej vidën, kur policia greke i këthen këta... Për publik. Që ka kamera? Kamera? Po qka është kjo? Tërgona qka është kjo? U kry, qka është kjo pas e merë? Aj po, Po. Hiena, si s'ka hongër 2 muaj dëtë ushqim, me një këto brima, këto lërima, ja falë se hanë. Se do me thonë të shtinë gjëna. Këta, kërë në shku të venet Krishtine, ju kanë thonë nëse jeni krishterën të mirë, menane, e lutëm, që shtu të u përti s'kursta. I kanë morë, mas 20 vjetë, që a i fmi si ka o lëru që ashtu, që ka ikë për venet vetë, ati si ka njëk Miloševiqi, as Kërqalia, për venet vetë ka njëkën, janë bu 50 milion janë bu në Evropë, qëta është i ma në Evropa si pluma që shtu, qëta është i për 63% për të në kanë kalu në për procese gjytësure. Tu njësë. E, që ka të bëjë kjo me 28 në turën, që të falë? Se së në nga këto këtë prolla ka kalëzër. Vetë hinë e lugave. Sko që mi lugat, ka të për 28 në turën, për shqiptarën, për kombin. Lejti vendet Evropës, ata ka ligjën matë mirë se ne. Që ashtë ty të ronë men për 28 në ndurën? Jo, mu më karon matë men. Në më karon men. Kur të karon men? Atë këmë thonë, ku e kom të gjatë luftës, po. Deshtë ashtë të foli për Arabi, për Po me lëbu, ti na ka dhënë vizat dhe qonët, a ka lëbu me një Vatikani Kosovën, kaq, kjo është pyetja dhe mesazhi. A ka lëbu lëvizja dhe qonët me priftin të tyre me një Republikën e Kosovës? Ku ka ma mirë se me një më po katolik. Qysh po dënë? Evropat një katolik. Qysh një katolik? Si katolik një. Turqia... Ka nevoj Evropa për katolik. A do me të prifta që ka shërby venin, që tha kjo gjëllor po. 63% janë për procese gjytësore, që ata, 50 milionë, 63% për dhënim, për vjedhje, dhënim seksual, qka tjetër, veç që ka të keqe. Tënë jenë hinë për procese gjytësore. Pa, për pëlqenë sonë që ka orë këmë veshë e këmë të orë huë që sanë? Po kjo orë që kërë... A të pëlqenë ty flamuri? Lebre të atë fore. Jo, lesko këtë fore. Kjo kërë me vesh kingjën, u i këtë me avesh një lëkurt kingjët. Qa është të kjo? Se, ja, se kjo edhe shpjegon muzik me shakë. Pyetje, me që ti po të dërgua shumë katolik. Jo katolik, ti ke jetu në Australi. Shqiptar. Sa i integru ti në Australi? Kush? Sa i integru ti? Can we speak English now if you can prove yourself? Of course. How much you? Yeah, talk to me please. Let the audience listen to us. Për çka po të më fol? Dëshmoje veten që ata musliman që ti pikesh atje në Evropë, edhe ti kur ke shku në Australi, emrin e ke pos Enver. Enver do me thonë dritë, a ka emrin ma të bukur. Bravo, ja, Enver, dritë. Dritë, ja. Po se din se Zotit ta ka morë dritën, e ke në nëshmu vetën, si do që tjetë, është e jutja, bënë që farë të shpeje zgjede. Mos u mundoni me na qitë neve të rëzik shumë. Kë farë që u verë si kënë që është dreq, kë mas pore, ja nisi me këthonë, për vitit 1850 e diçka. 45. 45. Shqiptarët janë ka luftuar për vitit 1389.
Kur kena pas universitetet e para, kur Gjermania s'ka pas universitet. Ku ka pas 39 në universitet? Çaj të fol. Vlora, që s'ka pas edhe dushi. 1389. Po. A din çaj të fol ti? Po ne po fol. 1389. 1389. Po son të kallëzoj histori më mirë se ti. Nuk shqiptarët së bashku me sllavet kanë luftuar kundër Perandërisë Osmane. Mira kanë bu. Po mirë dhe, po mos ka pas universitet atë. Po atëherë kon Kërçali kretin kon. Ka pas. Adim ka zoti mua. Ai është shqiptar. Unë jam shqiptar, në nacionalitet, jam musliman me fe, jam me vëprejat me këtë... Në vitin 1444 qaj para arsyut, që ju konë shqiptar, qëfar feje ka posë? Cili? Qaj, para arsyut, para arsyut, qëka u konaj? Ka pos katolik, ka pos pagan. Po që kjo Skënderbeu, dorbe ti musum pengoti musum po flas para audiencës të gjatë. Që kjo Skënderbeu, sadre, letani audienca, kjo do më thonë ka bu namaz ma shumë se në veri. Se kjo kur ka studiu atje, në Perandërinë Osmane, në Stambol... Sebre ka bëni zota në gjami. Po, moj gjami. Po, leja të po... Ka mojt, s'po thëmë si s'ka mojt. Edhe u falen, edhe kanë bu synet. Qa me të tjetër sa? Shka do me thonë kjo? Do me thonë, me dhunë kjo as pas ka mujt me ikë ma herëta? A din që këna mësot të prollat e kanë morë me dhunë? Po pëse morën bashkë Skënderbeun? Po e ka që bobaj vetë atje, me studiu. Se u konë do me thonë vend edhe burimi dijes dhe shkencës. Këta tash doli na thoi neve, Skënderbeu e ka marrë me dhunë. E pse u rikthyt ana Skënderbeu? Ç'të spajtoi noç. Pse u rikthyt ana në vend të vetë? Na dim problemet që kanë ndodhur pastaj në ku mortu me shpjegu për histori. Unë po tregoj që ky Skënderbeu që ka shkuar atje në Stambol, që na dim shumë mirë edhe kërkesën e Ministrisë Punëve të Jashtme të Turqisë kur tha që mi permisu disa tekste, se na kemi edhe kriminal shqiptar që flasin gjuhën shqipe dhe masakra që kanë ndodhur nga dora serbe, edhe nga dora paramilitarëve, që shumë tha një koleg, tha, çukullada me gjuhë, tha, 1 vjet e gjys, të vron kryqë jo me gjuhë me të pushke, me dëgju, nuk ka qenë e lehtë. E kush janë këta shqiptar? Këta janë shqiptar që për pak parë shiten dhe masakra që i ka bu Miloševići dhe ushtria e tij paramilitare mundohen mi qitë që ku kanë qenë incidente. Po veç nisana, e nuk e incidente, aty janë masakra. Edhe unë du me mbrojt vetëm popullin tim, mu nuk më intereson as për Turqi. Mu nuk më intereson as për gjojnë për ato. Mu më intereson për që të popullin të... Dëmonë ty këti si... Pasaj verë, dushmengu. Këti s'pi interesoj ka as për Turqi. Jo, më shumë të as pak për Turqi, mu më intereson për vendin tem. Kënës intereson. Vetëm pak. Unë më intereson për vendin tem, që me lujt modelin që kanë lujt hoxhallarët dhe preftrin kalumen. Ako mësi se kjo ka gjithë preftrin që kanë kontribu për vendin të unë. Ako dikon bot, që dikush të merë t'ju 4 fëmijë, e ati qenë me lëftue, që konë me marrë shtash me qenë në Ukrajinë me lëftue. Ati jep dikush fëmijë, 4 fëmijë. Ati jep. A mi jep këtë mund fëmijë të vesh ashtë me asë që në Ukrajinë me lëftue. A mi jep. E po më që me zërë kanë mora? Jo me qef, ja ka dhonë. A dolme e lëmë Skënderbeu, dolme të priftrinë që kanë kontribu për vendin të unë. I ke gjithë priftat, se kjo i ka përmen. Ti thoi ma herët, kjo i ka përmen o gjëllar, ti api përmen priftrinë që kanë kontribu për vendin të unë. Dhe të me gjonë sa priftrinë mytë luft. Jo sa kanë luftu, sa në mytë.